Fushata për zgjedhjet parlamentare në Kosovë ka hyrë në ditët e saj më intensive me liderët politik që kanë shtuar ndjeshëm prezencën në terren për të siguruar mbështetjen e votuesve përpara procesit zgjedhor të 7 qershorit. Kryeministri në detyrë dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti së bashku me drejtuesit e forcave të tjera politike po zhvillojnë takime të shumta me qytetarët në qytete dhe komuna të ndryshme të vendit. Nga ana tjetër, Lumir Abdixhiku dhe drejtuesit e tjerë të opozitës po vijojnë prezantimin e alternativave të tyre politike, ndërsa dhe presidenti Vjosa Osmani mbetet një figurë e rëndësishme në zhvillimet politike të vendit, të nëse nuk është pjesë e garës elektorale. Sipas agjendës së publikuar, Lidhja Demokratike e Kosovës do të zhvillojë tubime elektorale në Prizren dhe Dragash, ku drejtuesit e saj do paraqesin programin dhe prioritetet për mandatin e ardhshëm. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës ka planifikuar aktivitetin me qytetarët në Prishtinë, Malishev dhe Drenas, duke vijuar fushatën e saj në disa prej zonave më të rëndësishme elektorale. Edhe lëvizja vetëvendosje do të zhvillojë takime me qytetarët në Rahovec, Suharek dhe Malishev, ku fokusi mbetet prezantimi i arritjeve të qeverisjes dhe objektivave për mandatin e ardhshëm. Nga ana e saj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar një tubim zgjedhor në Gjilan si pjesë e përpjekjeve për të zgjedhur mbështetjen elektorale në nivel kombëtar. Me afrimin e datës së zgjedhjeve, partitë po përqendrojnë energjitë në kontaktet e drejtpërdrejta me qytetarët, ndërsa pritet që ditët në vijim të shoqërohen me aktivitete dhe më intensive politike. Gara elektorale po zhvillohet në një klim të ngarkuar politike ku çështja ekonomike, mirëqenia sociale dhe integrimi euroatlantik dhe zhvillimet institucionale mbeten temat kryesore të debatit publik.